Rreth 20.000 spektatorë, 73 shfaqje, 5 premiera dhe 10 aktivitete artistike dhe edukative. Këto janë rezultatet që shënojnë gjysmën e parë të vitit 2026 për Teatrin Migjeni, një sezon që konfirmon rolin e tij si një nga institucionet kulturore më aktive dhe më të rëndësishme në vend. Për arritjet e këtij sezoni, projektet në zhvillim dhe atë që e pret publiku në muajt në vijim, flet drejtori i Teatrit Migjeni Gerti Palali, i cili ndalet tek suksesi 6 mujorit të parë dhe zbulon se sezoni 2 do të sjellë premiera të reja, aktivitete artistike dhe surpriza të tjera. Sot mbyllim sezonin e parë artistik në Teatrin Migjeni, ku gjatë kësaj periudhe jemi shumë të kënaqur me performancën dhe rezultatin e Teatrit Migjeni. Kemi realizuar 73 shfaqje, ku e liston Teatrin Migjeni në vitet më të mira në numrin e shfaqjeve. Ndër këto 73 shfaqje, 5 janë premiera të Teatrit Migjeni, 4 premierë artistike, 1 premierë shfaqje për fëmijë dhe festivali i gjimnazeve ku kanë qenë pjesëmarrëse 8 gjimnaze me 8 shfaqje të ndryshme pjesëmarrëse në këtë festival. Po ashtu, në këto 73 shfaqje ka qenë dhe shfaqje për fëmijë offline për një ditë, ku në festivalin 1001 dritare ka fituar çmimin special, tematika më mirë dhe regjia më mirë nga Mjeshtra e Madhe Dranë Xhai. Numri i spektatorëve në Teatrin Migjeni në sezonin e parë artistik ka qenë rreth 20.000. Unë kam dëshirë që të jetë edhe më i lartë dhe ftoj publikun shkodran që të vinë në teatr, teatri ju pret. Do kemi një sezon të dytë të ngjeshur dhe të ngarkuar me aktivitete dhe shfaqje. Me njëherë në gusht fillojmë 3 shfaqje njëkohësisht, ku është një bashkëprodhim me Teatrin Kombëtar Eksperimental, me regji të Dinos, veprën 1984, dhe me një shfaqje tjetër me regji të Bez Bitrakut, po ashtu dhe një varieté që publiku shkodran i don mas shumti, një premier estrad në regjinë e Zëredin Doklis. Pastaj do vazhdojmë përsëri me një premier tjetër, një teatr kukullash, do rikthejmë përsëri për fëmijët e qytetit teatrin e kukullave, ku në tetor do jetë premiera. Sigurisht që do kemi Xhexho Fest gjatë shtatorit. Në nëntor do kemi festivalin mbarkombëtar të humorit që këtë vit është në një format tjetër me 8 shfaqje pjesëmarrëse nga 8 qytete të ndryshme dhe një format shumë i bukur i komedisë, edhe qyteti Shkodrës do kthehet në një qytet kombëtar të komedisë për ato ditë. Dhe në fund sigurisht që do kemi dhe varietetin e fund vitit që është bërë karakteristike në Teatrin Migjeni. Me një kalendar të pasur dhe ambicje për të quar edhe më tej këtë ritëm krijimtarie, Teatri Migjeni synon ta mbyll vitin 2026 me shumë art, emocione dhe një publik gjithnjë më të madh.